Në këtë seri të re të serialit Qyteti i Largët, Fejaz kërcënon Boranin se në konakun e Alboranëve, shumë shpejt do të vijë një surprizë e re. Në konak vazhdojnë me përgatitjet e fejesës së Pakize dhe Kadir, ku i gjithë organizimi është bërë nga Alia, e cila përgëzohet dhe falenderohet nga prindrit e Pakizes. Nga ana tjetër, të gjithë janë të shqetësuar për gjendjen emocionale të Nares. Dërsa tek kjo skenë, Kaja ndihmon Kadirin të përgatitet si dhëndri ardhshëm. Dhe pikërisht, këtu ndodh një skenë komedie, pasi Kadiri thot Kajës se ka porositur për këtë ditë 2 tepsi me baklava, gjë që duket e habitshme për Kajën, pasi edhe në një ditë si kjo, Kadir e ka mendjen tek ushqimi. Sadakat këshillon Kadirin që të puth dorën e vjerit dhe të vjerës dhe më pas të vazhdojnë me traditat e tjera për kërkimin e dorës së Pakize. Por Kadir heziton pak nga myzaferi. Ngjarjet marrin një kthes dramatike dhe tronditse që do të ndryshojnë gjithçka për personazhet kryesor. Episodi nis me një moment të veçantë mes Aliës dhe Pakizes. Alia mbetet e maknitur nga bukuria e Pakizes sapo e sheh atë dhe nuk nguron t'ia shpreh admirimin e saj. Atmosfera duket e qetë dhe ngrohtë, ndërsa të dyja vazhdojnë me përgatitjet e kafes, pa e ditur se rreziku po afrohet me shpejtësi dhe qetësia e tyre do të shndrohet shumë shpejt në një makt të vërtetë. Nga ana tjetër, Fejaz vazhdon të bëj plane të errta dhe të rrezikshme, i verbuar nga urrëtia dhe dëshira për akmarrje. Ai telefonon Meriemin dhe e paralajmëron se shumë shpejt do të jetë para derës së konakut. Fjalët e tij tingëllojnë si një kërcënim i drejt për drejt dhe Meriemi, e pushtuar nga ankthi dhe frika, vendos të mos u mbas kohë. Ajo niset menjëherë për të kuptuar se çfarë fshihet pas këtij mesazhi dhe nëse Fejaz është i gatshëm të shkojë deri në fund me planin e tij të tmerrshëm. Ndërkohë, jashtë konakut situata bëhet gjithnjë edhe më e tensionuar. Një kamion afrohet me shpejtësi të madhe dhe askush nuk arrin të kuptojë në kohë se çfarë po ndodh. Për fat të keq, pikërisht në atë moment përpara tij ndodhen Alia, Pakizja dhe Meriemi. Pakizja mban në duar kafet që sapo kishte përgatitur, pa e imagjinuar se jeta e saj është në rrezik. Alia është e para që kupton rrezikun e madh, duke parë kamionin që po vjen me shpejtësi marramendse, ajo reagon menjëherë dhe me një veprim heroik të rreq Meriemin për ta shpëtuar, por ky akt guximi ka një çmim të rënd. Fatkeqësisht, ajo që goditet është Pakizja. Momenti është tepër dramatik dhe tronditës, ndërsa të gjithë mbeten të shtangur nga ajo që ndodh para syve të tyre. Të tmerruar dhe me zemër të ngrirë, të gjithë vrapojnë drejt të dashurve të tyre për të parë gjendjen e tyre. Ankthi, lotët dhe paniku pushtojnë oborrin e konakut. Askush nuk mund ta besojë se një ngjarje kaq e rëndë sapo ka ndodhur. Giana arrin shumë shpejt të kuptojë të vërtetën, për të nuk ka asnjë dyshim se pas këtij krimi të rënd qëndron Fejazi. I mbushur me zemërim dhe dëshirë për drejtësi, ai betohet se Fejazi do të paguajë shumë shpejt për atë që ka bërë. Kërcënimi i Xhanit tregon se përballja mes tyre është e pashmangshme dhe se episodet e ardhshme do të jenë edhe më të tensionuara. Por pyetja më e madhe që mbetet pezull është: a do të mbijetojë Pakizja pas këtij aksidenti tragjik? Dhe më e rëndësishmja, a do të marrë Fejazi dënimin që meriton për këtë akt të tmerrshëm? Fati Pakizes është ende i paqartë dhe emocionet janë më të forta se kur. Në videon e ardhshme do të zbulojmë se çfarë fati e pret Pakizen dhe nëse Fejazi do të përballet më në fund me drejtësinë.